Një nga markat më të njohura ndërkombëtare të birrës është bërë prej vitesh pjesë e atmosferës së festës së birrës në Korçë. Amstel rikthehet edhe në këtë edicion jubilar që shënon 20 vjetorin e eventit duke sjellë në tryezat e mira vizitorëve një prej markave që prej vitesh është e pranishme në tregun shqiptar. Për Amstel pjesëmarrja në festën e birrës së Korçës është tashmë një traditë e konsoliduar. Marka ka qenë pjesë e eventit në disa edicione radhazi, ndërsa këtë vit përballet edhe me një tjetër risi, zhvillimin e festës në një lokacion të ri dhe në një hapësirë më të madhe. Me disa stenda të shpërndara në hapësirën e re, Amstel synon të jetë sa më pranë konsumatorëve në një festë që këtë vit ka sjellë më shumë hapësirë, më shumë pjesëmarrës dhe një atmosferë që kulmon në netët e koncertit. Pra ne Amsteli është një kënaqësi që marrim në pjesë, sidomos me këtë jubilejin e 20 vjetorin e festës së birrës së Korçës. Atëherë Amsteli, për informacionin e konsumatorëve, është birra e parë që është importuar në Shqipëri, dhe aq më tepër në zonën e Korçës që e dashurojnë pjesën e birrës dhe sidomos edhe pjesën e Amstelit. Ne jemi për disa vite të radhazi që marrim pjesë në këtë festë kaq të mrekullueshme. Ky edicion ka sjellë ndryshime të rëndësishme në organizimin e festës. Për herë të parë eventi zhvillohet në një hapësirë të re më të madhe, duke krijuar më shumë mundësi për kompanitë dhe konsumatorët. Profesuesi Amstel Samir Bundo e vlerëson pozitivisht këtë ndryshim, duke krahasuar me edicionet e zhvilluara në vitet e mëparshme. Duke qenë që jemi me disa stenda, edhe ky që është viti i parë që bëhet në këtë lokacion, duke ndjekur edhe vitet e tjera që janë bërë në terminali, kjo është akoma më pozitive, hapësira më të mëdha, pjesëmarrja më e madhe për njerëzit. E shoh që ka një atmosferë të mrekullueshme, sidomos presit edhe në ditën e fundit ose në natën e fundit që jemi sotme, që të kalojmë sa më mirë, sa më gëzuar edhe sa më mirë me birrën në Amstel. Në qendër të kësaj atmosfere janë konsumatorët ku sipas Amstel pjesa dërmuese e pjesëmarrësve janë vetë korçarët, por festa ka tërhequr edhe turistë vendas dhe të huaj, të cilët kanë zgjedhur të bëhen pjesë e eventit dhe të shijojnë markat e ndryshme të birrës. Pjesa më e madhe dërmuese është prej korçarëve, atëherë pjesëmarrja ka qenë mjaft e kënaqshme për ne si pjesëmarrës të Amstelit. Edhe turistët, duke qenë se një pjesë e tyre njohin se është brand ndërkombëtar, kanë përqafuar mjaft mirë birrën me këtë pjesëmarrje. Pas disa vitesh pjesëmarrje, Amstel konfirmon se kjo nuk është një eksperiencë e njëhershme. Kompania synon të vijojë të jetë pjesë e festës së birrës në Korçë edhe në vitet e ardhshme, duke konsideruar pjesëmarrjen dhe reagimin e konsumatorëve si tregues pozitiv. Patjetër që po, ne jemi të kënaqur, siç thash, është disa vite radhës që ne jemi të pjesëmarrës me pjesën e birrës së Amstelit dhe jemi të kënaqur me pjesëmarrjen edhe me përqafimin e të gjithë konsumatorëve këtu në festë. Në 20 vjetorin e festës së birrës, Amstel vijon traditën e pranisë në Korçë, duke u bërë pjesë e një eventi që tashmë është kthyer në një nga atraksionet kryesore të sezonit veror. Një festë ku bashkohen korçarët, turistët dhe markat e njohura të birrës, ndërsa Amstel synon të vazhdojë këtë bashkëpunim edhe në edicionet e ardhshme.